Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi edhe në këtë emision të radhës në ditën e sotshme, ditë e martëzatën. Pasodit na ka mbet vetëm edhe 4 takime në këtë muaj të madhreshëm Ramazan. Prandaj ne është e udhës që të mundohemi ta shfrytëzojmë këtë pjesë që na ka mbet. Ashtu si që e dini, emisioni jonë është i trepalshëm, hoxha, misafirët në studio dhe ju të dashurit e mi. Pa humbur kohë, hoxha do të lexon pjesën e tij për t'u dhënë rastin dhe mundësinë juve që të na lexoni pjesën që keni planifikuar për sot. Ne jemi në faqen 428, faqja e parë e surës Sebe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ويعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذين أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 1 deri 7 të surës Sebe, që përafërsisht kanë këtë kuptim. Falëndërimi i takon Allahut që e ti është çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, dhe i tërë falëndërimi i takon atij edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Allahu është i urti, i përsosuri në njohuri. Ai e di çka vjet në tokë dhe çka del prej saj dhe çka zbret prej qiellit e çka ngritet në të. Allahu është mëshiruesi, është mëkat falësi. Ata që nuk besuan thanë, nuk do të na vijë neve kiameti, por ti thuaj atyne, po pasha Zotin tim i cili e din të fshetën, patjetër do t'ju vijë juve kiameti. Ati nuk mund t'i fshihet as që ka në qiell e as në tokë, as një send e qoftë ajo sa grimca, e as më vogël se sa grimca, e as më madh, vetëm se janë të regjistruar në librin e qartë. Janë të shënuara tek Allahu i Madhreshëm të gjitha gjërat që ti shpërblej, ata që besuan dhe bën vepra të mira, e për ta ka falje
dhe ka furnizim të mirë e të begatshëm nga Zoti i tyre. Ata që u përpoqën tim poshtin faktet dhe argumentet tona, ata do të kenë një dënim të keq, të rënd e të dhemshëm. Ndërsa atyre që është dhënë dituria, e dinë se kjo që të është shpallur ty o Muhammed nga Zoti yt, është e vërtet dhe se udhëzon për të në rrugën e të plotfuqishmit të lavdishmit. Dhe ata që nuk besuan thanë, a doni t'ju tregojmë për një njeri që do t'ju informoj juve se si pasi që të vdesni e të jeni coptuar plotësisht, ju do të krijohen rishtazi. Pjesën tjetër me emër Zotit do të vazhdojmë nesër insha Allah. Të dashurit e mi, këto ishin parafërsisht kuptimet e këtyre ajeteve që lexuam bashkarisht. Tani është radha juaj. Ju presim që të na telefononi të begatoni emisionin ton dhe tuajin me leximet tuaja. Na falni emocione, zatën e të doni atë çfarë ju keni përzgjedh për sot. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Abdurrahman nga Sareka. Abdurrahman, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Çka ke përzgjedh sot me lexuar me ne? Surën Ghafir, ajeti 26. Cilën sure? Surja Ghafir. Ghafir, po? Ordnat lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبادل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمنون من آل فرعون يكتمون إيمانه وتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كذبا فعليه كذبه وإن يكو صدقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Allahu të shpërbleft, Abdurrahman, faleminderit shumë për këtë lexim kaq të bukur, të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Amen. Dhe të na beqatosh. Po urdhra? A mundet të vllavi me thonë? Me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutem? Halid. Mirë se erdhe. Mirë se. Çka ke përzgjedh sot me lexuar me ne? Surën Bekara. Jo, sura Bekara është e gjatë, por diçka për surën Ajeti Bekara. 6. Fillo të lutem. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Po, vazhdo. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Allah shpërblej, faleminderit shumë Khalid. Ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi dhe të lexoni bashkë me ne. Tani të dashurit e mi vazhdojmë duke ju pritur që të na telefononi. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Enu Ore, nga Mitrovica. Enu Ore, mirë se erdhe. Nga Mitrovica. Mirë se erdhe. Më na me thonë surën Subhanike dhe Elhamdulillahi. Njanën e thu Elhamdulillahin, thuje. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, Allah të rujtë, shpërblej, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera, na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë duke pritur telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Unë quhem Shega. Shega nga na telefonon Shega?
Nga Mazgiti. Nga Mazgiti. A mund t'ja ndalësh zërin televizorit të lutëm në mënyrë që të mund të vazhdojmë komunikimin? Dua të them shahadetin dhe përkthimin e shahadetit. Fillo të lutëm. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammeden abdur rasuluhu. Dëshmoj që s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj që Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. Të lumt shega, faleminderit shumë, Allah shpërbleft, të lumt. Kështu vazhdo, mësa sure të reja dhe dua të reja dhe atyre mësa edhe përkthimin në mënyrë që ta ndjesh ato çka po e thu. Allah të rujtë të shpërbleft, faleminderit. Presim telefonusin e radhës. Alo, kuj ti themi? Perla. Perla, mirë se na erdhe. Perla, mirë se erdhe. Mirë. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? E nota. Fillo të lutem. E nota. Jo, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Inna. E nota. Kel koser fesali rabike. Venhar ine shanjeke huvel ebter. Bravo, fasalli li rabbike wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Të lumë Perla, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera na telefonosh edhe të lexosh me ne. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kuj ti themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Mirë se erdhe vlera. Ishte Judita. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën 4. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام سلام هي حتى مطلع الفجر. Të lumë vlera, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera. Mos na mungo. Shkoj me telefonusin e radhës. Alo, kuj ti themi? Alo, Salamu alaikum. aleikum selam. Kush na telefonon? Anuar Krasni që vi nga Bardhi i Madh dhe sot kum përzgjedh me thonë surën Felek. Fillo të lutem. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasil fil luqad wa min sharri ghasiqin fil luqad wa min sharri al-hasidin idha hasad. Allah shpërbleft. A mënet edhe mutra? Po, këtheu pak lexoj edhe këshyr edhe me një lexues të Kur'anit, për cilë do më thonë shumë bukur. Po, alo për motrën? Aleikum salam wa rahmetullah. Emrin të lutem? Ria Krasni që vi nga Bardhi i Madh, Fushkosu. Qa ke përzgjedh për sot me lexu? Kum përzgjedhur surën El-Fatiha. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë, faleminderit shumë Sumeja. Ju presim edhe ditëve tjera, iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kuj ti themi? Ja. Mirë se erdhe. Isha Gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Lebejkon. Hajde fillat lutem. Lebejk Allahumme lebejk. Lebejk la sharika lak lebejk. Innal hamda wal ni'mata
وكذب الملك لا شريك له. Faleminderit shumë. Allah të rujtë e shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Unë jam Fatjura nga Brode. Mirë se erdhe. Unë po du me thonë surën Kulu Allahun. Fillo të lutëm. Kulu Allahu ehad, Allahu samed, lem yelid wa lem yulad, wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Ndërkohë marrim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Sara Sara, nga na telefonon? nga Prishtina. Sara, çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Nas. Fillo të lutëm. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumt. أبونا تتطلب يعني. Patjetër. E nisi? السلام عليكم. Aleikum salam. Mirë se erdhe. Mirë ju gjitha. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Disa jetet surës Naba. Mashallah, fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Paskum përzgjedh. Faleminderit shumë, Allah ju rujtë dhe ju shpërbleft, mashallah. Shumë bukur, Tashi. leximin e bukur. Faleminderit shumë. Iftar të këndshëm, ju presim të na telefononi edhe ditëve në vazhdim. Të dashurit e mi e bëjmë një shkëputje, një ndërprerje të vogël me telefonata tuaja për ta prezantuar mysafirin e parë për sonte që është këtu në studio me ne, e ai është Unes. Unes, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Faqen e parë të surës Mulk. Mashallah, fillo. A bën deri në gjys faqes, mos më shku bashkëret. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. Mashallah. Kur deta që ke lexim qysh ke ardhë? Të përsërit dhe të lexo Kur'an gjatë gjithë kohës. Mashallah. Që sa lexon Kur'an, çfarë forme ke mësu, te kush ke mësu? Kur i kom pas 7 vjet, i kom mësu me babën me shkruajnë të Koranit. Tani kom vazhdu të lexu ka pak kështu me vet, edhe unë kanë ndihmu babi. Tani tash lexoj shumë mirë. Mashallah, mashallah. Nuk e shku në xhami që të mësuesi as kërkon? Shumë bukur. Allah të rujt. Mashallah. Apo është e vështirë me mësu për fe? Jo, se kam vështirë. Apo të pengon të shkolla? Jo. Të lumt, veç vazhdo. Allah shpërblet. Faleminderit shumë.
Të dashurit e mi, kthehemi tek ju sërish për të marrë telefonatat tuaja dhe për të dëgjuar leximet tuaja që ju keni mendu me nda me nesët. Alo, kujt i themi? Anela Tahiraj. Mirë se erdha, Anela. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Kula udhuzen. Cilën? Qëta, bismillahirrahmanirrahim, kula udhu, birabi nas, maliki nas, ili nas, ben shiril, vesvesil e nas, e redhi e vesvesu, fisit e nas, me në gjeneti dhe nas. Shumë bukur, Allah shpërbleft. A bëna dhe vlobje? Pa tjetër, me shumë knatësi. Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe. Si e ke emrin? Almanda Hilaj. Sa vjeçar je? E zasht. Allah e dasht. Allah e të rritë me të mirat e ti, ja Rabbi. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? E kërë vëdohem. Fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim, kërë vëdohat. Allah e samad me nuk e dhe hukë vënat. Mashallah, Allah e rritë. Falemderit shumë. Ju presim e ditëve tjera që të na telefononi dhe të lexoni bashkë me ne këtu në studio. Vazhdojmë me marrë telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Yusra Fuzan. Mirë se erdhe. Çka ke vendosur me lexu me ne? Kule vallahi. Fillo të lutem. Kule vallahi. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kule vallahi ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faleminderit shumë Yusra, Allah të shpërbleft, të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë të dashurit e mi, vazhdojmë me ju prit juve dhe me ju përcjell. Me ju prit, me na telefonu, edhe me ju përcjell në leximet tuaja që keni përzgjedh. Alo, kujt i themi? Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Ira nga Shtimia. Mirë se erdhe. Se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën tim. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكام الحاكمين. Të lumë të era, falemderit shumë, Allah e të rujtë të shpërbleft shumë bukur. Vazhdojmë nga era tek telefonusi i radhës e aja është? Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam, kush nga telefonon? Unë jam Leila. Nejla nga Prishtina? Unë jam nga Prizreni. A nga Prizreni, Leila? Leila. Mirë se erdhe. Unë të ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Unë sot ka me folë surën Ajetul Kursi. Fillo të lutem. Allahu la, eudhu billahi mina shejtani rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu të rujtë e shpërblej, faleminderit shumë bukur. A po më thonë edhe vllavi? Me shumë kënaqësi. Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum salam, emrin? Kiara. Edhe njerë? Kiara. Mirë se erdhe, qa ke përzjedhë sot me lexu me ne? Filla të lutëm. Kuru vallahu. Filla. Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë, ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi, edhe pak ditë na kanë mbet. Për këtij muaj të madhërisëm Ramazan dhe po aq pak ditë na kanë mbet takime të këtij emisioni të bekuar. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Washawatun walakum adhabun adhim. Mashallah. Emrin të lutëm? Faleminderit shumë, të presim edhe hera tjera. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Një biklite. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Ajeti kursi. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤذيهم. انشالوا نفلكم قبل فاكشته. وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah të rujtë e shpërblef, faleminderit shumë na ke kënaqë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Të dashurt e mi, bëjmë një shkëputje të dytë për ta prezantuar mysafirin ton të dytë këtu në studio me ne. Ajo është një vajzë shumë e talentuar, bukur, është Ajla. Ajla, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedhë me lexu sot me ne? Kullu Allahun. Filla të lutem. Kullu Allahu ahad. Allahu samad. Jem yelid. O jem yulad. O jem yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Bravo, të lumt. Sa vjeçare je? 5 vjeçare. Qysh e ke mësu kullu Allahun? Me mamin, me babin? Kom mësu Të e dëgju? Po. Bravo. Atë ka ardhë vështirë? Jo. Mashallah. A din sure tjera, dua tjera? Po. Sa dua i din kret me gjithë sure me kret? E di Nasin. Mashallah. E Elhamin. di Felikun. Mashallah. Ilhamin. Mashallah. Shahadetin. Shumë bukur. Ti po dishë sa një hoqë mëre? Mashallah. Të ka orë vështirë me mësu? Po. Vjen pak vështirë tani, vjen të letu, apo? Të lumt, veç vazhdo. Mashallah, na ke knoq, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, kthehemi tek ju sërish prej kësaj atmosfere këtu në studio, për t'ju lënë rastin dhe mundësinë që ju të na telefononi dhe të ndani me ne leximet tuaja. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Merha nga Shkupi. Po ku je më Merva? Po se ne kom zan lidhjen edhe jam kanë në shkollë. Mirë se na erdhe sot. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Surën Humazah. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Faleminderit shumë Merva, të presëm edhe ditëve tjera, iftar të këndshëm. Faleminderit. Edhe juve iftarin në këtë. Faleminderit, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo, selamu alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Rizuana nga Skënderaj. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Kudu vallohën. Fillo të lutem. Alo? Fillo, je drejt për drejt. Je drejt për drejt, ne po të dëgjojmë. Fillo, atë çfarë ke planifiku me lexu me ne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah të rujtë, shpërblej, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë duke pritur telefonusit e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Muhamedi Nga na telefonon Muhamedi? nga Prizreni. Qa ke përzgjedh Muhamed për sot? Surën El Azab ajeti 35. Fillot lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah shpërblej, faleminderit shumë Muhamed. Allah e të rujtë, të presim edhe ditëve tjera që telefonash dhe të na kënaqësh me leximin tënd. Të urojmë iftar të këndshëm. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Mariam. Merjemi, nga na telefonon Merjemi? Nga Pina. Qa ke përzgjedh për sot Merjem? Fatihon. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Të lumë Merjem, faleminderit shumë, Allah shpërbleft, të presim me ditëve tjera. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Erda Latifi prej Podujevës. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Kam përzgjedh me këndu Kulu vëllohen. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vëllohe e had Allahu samet. Lem jelit ve lem julet ve lem je kulehu kufuven e had.
Të lumë të erdha, faleminderit shumë. Allah të rujtë të shpërbleft të presim e ditëve tjera të na telefonosh. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Turishina Zanune. Mirë se erdhe. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Turishina Zanune. Mirë se erdhe. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën El-Tim. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بالأحكم الحاكمين. Faleminderit shumë. Allahu të rujtë të shpërbleft. Të presim atë ditëve tjera. Vazhdojmë me telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Erina nga Prishtina. Erina, qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Takathur. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتصلون يومئذ عن النعيم. Të lumt Erina, faleminderit shumë. Allah të rujtë të shpërbleft të presim e ditëve tjera. Vazhdojmë me telefonusin tjetër. Alo? Alo? Rumesa? Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Të lumt Rumesa, Allah të rujtë të shpërbleft, faleminderit shumë. Mësa dhe sure tjera dhe në telefonat ditët në vazhdim, të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Salam aleikum. Alo? Salam aleikum. Aleikum salam, kush në telefonon? Salam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah, kush në telefonon? Fitim Jakubi. Fitim, a mund të janë ndalësh zërin televizorit në mënyrë që të mund të vazhdojmë komunikimin? Ose dil në një ambient tjetër ku nuk ka televizor. وقال فرعون ذروني اقتل موسى فليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم إني عدت بربكم ربكم دشت. Allah të rujtë e shpërblef, faleminderit shumë, Allah të pas ka dhonë zonë në mirë. Mësa sa ma shumë Kur'an edhe bëhoj dëbishëm edhe për vete, familje dhe për gjithë muslimanët anë e kanë botës. Faleminderit shumë, iftar të këndshëm. Të dashur të mi vazhdojmë me telefonatat e fundit të themi ashtu. Jemi krejt ka fundi emisionit tonë për sot dhe presim telefonusin e radhës e ajo është. Salam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush në telefonon? Sërë Zabelisa nga Bordinov. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Felek. Fillo të lutem.
Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Të lumt, faleminderit shumë Feroza. Një herë që ishte. Po të lutem. Po gjithsesi. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Çka ke përzgjedhur sot me lexuar me ne? Vallohun. Fillo të lutem. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد Lem yelid wa lem yulad. ولم أحد. Ju lumt, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera. Mësoni sure të reja, na telefononi dhe lexoni bashkë me ne. Të dashurit e mi, këta ishin telefonuesit e fundit, ta themi për këtë emision të sotshëm, por para se të përfundojmë emisionin, kthehemi e përmbyllim diskutimin që e patëm në studio me Onesin dhe me Ajlen. Çka kemë me thonë mesazh për fund, jemi në fund edhe të emisionit, po edhe në fund pothuajse edhe të Ramazanit. Çka kemi thonë? Kisha thonë të gjithëve shikuesve që janë të na shikuar dhe moshatarëve që lexojnë Kur'an sa më shumë, sepse Kur'ani mbrën pisenet të qijave. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thonë lexoni sa më shumë Kur'an, edhe zon me kalu dita pa lexuar Kur'an. Allah e trujtës për ble, faleminderit shumë. Ajla, që e thu shoqeve edhe shokve tjerë, me dëgju babi, me dëgju mamin, apo me mësu sa ma shumë, apo të lumt. Bravo, faleminderit shumë. Të dashur të mi, kjo ishte e tëra për sot. Ju presim nesër, inshallah, në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, por me mysafirë tjerë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, vepra të pranuara, ju lëm në amanet Allah të madhrishëm, bashkë shifemi nesër, deri atëherë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.